Elisa, përshëndetje dhe të falenderoj që pranove të jesh pjesë e emisionit Vibe dhe të japësh shumë këshilla për të gjithë prindrit e ri apo që kanë dyshimet në fëmijët e tyre. Ju falenderoj për ftesën dhe për mua është kënaqësi të ndaj informacione me ju. Faleminderit. Elisa, nis zhvillimi i të folurit që në muajt e parë të jetës edhe kur fëmia nuk din ende të thotë asnjë fjalë. Po, patjetër, përpara fëmia të fillojë të flas, fillon të kuptoj. Mënyra se si e shpreh një foshnjë 0-6 muajsh është me vokalizime. Në përgjithësi përdor zanore A, E, U, I dhe ndërkohë prindrit e ndihmojnë në momentin që e imitojnë pas tij. Pra nëse fëmia bën A, do bëj dhe prindi sërish të njëjtën gjë. Duhet të kemi parasysh që prindi duhet të luajë shumë me mimikat, me gjestet, me tingujt, sa më shumë të luaj me tingujt, me shprehinë e fytyrës, sa më interesante të bëj tingujt, aq më shumë dhe aq më stimull i japim fëmijës që të thotë sa më shpejt fjalët e para. Dua të di se nga 0-6 muaj, çfarë duhet bëj prindi me fëmijën, me foshnjën? Ti këndoj, ti flas apo të thot këto tinguj që i bën fëmia? Atëherë, prindi me fëmijën duhet të komunikojë gjatë gjithë kohës. Pra, është duke i veshur çorapet, do themi, mami po vesh çorapet, pra do t'i këndoj këngët, siç janë për shembull Qingji vogël, që janë më të përdorshme, dhe të përpiqet të imitoj tingujt e kafshëve. Pra zakonisht fëmia përpara se të thotë fjalët e para bën imitimet e kafshëve, sepse kanë akoma më të lehtë, pasi është kombinimi i buzoreve me zanoret. A është vërtet që sa më shumë ti flasim foshnjës, as më shumë i ndërtojmë trurin dhe gjuhën? Po, sa më shumë të komunikojmë, sa më shumë të ndërveprojmë, të kemi një ndërveprim në mënyrë aktive dhe jo në mënyrë pasive, aq më shumë e ndihmojmë fëmijën tek pjesa e të kuptuarit dhe tek pjesa e të folurit, gjë që reflektohet në moshën 1 vjeçare dhe sipër saj. Në muajt 6-12, cilat janë shenjat që tregojnë se fëmia po zhvillon komunikimin normalisht, belbëzimin, kontakti me sy, kthimi i kokës kur e therasin? Po, patjetër. Fëmia 6 deri në 12 muajsh reagon ndaj emrit, ka të qeshurën sociale, reagon ndaj mjedisit rrethues, kërkon të ndërveproj me familjarët e tij, por duhet kemi parasysh që kemi edhe fëmijë të cilët, ose më saktë foshnjë, të cilët janë pak të tërhequr dhe kjo nuk duhet të na tromb. Nëse fëmia ndërvepron me familjarët, me mamin, me babin, nëse fëmia reagon ndaj emrit, atëherë këto janë faktorët kyç për të treguar që fëmia është duke kuptuar dhe shumë shpejt do kemi fjalët e para. Gjithsesi do të kemi parasysh që në 6 deri në 12 muajsh fillojnë belbëzimet. Pra, nga vokalizimet që ishim fillojmë tek belbëzimet, që janë ma, ba, da. Duhet kemi parasysh edhe një gjë tjetër që 10 deri në 12 muajsh mund të kemi fjalë të para që janë 1 deri në 3 fjalë. Por nuk duhet të shqetësohemi edhe nëse nuk i kemi, sepse kjo është edhe në bazë të fëmijëve. Atëherë ti thej që nuk duhet të shqetësohemi dhe nëse nuk ka belbëzime dhe ti përgjigjet ermi, domethënë duke kthyer kokën apo buzëqeshje, reagime të tipit të ndryshme kur e thrasin familjarët. Kur duhet të shqetësohemi? Jo, e kisha në kuptimin nuk duhet të shqetësohemi nëse nuk kemi numër fjalësh 1 deri në 3. Por parametrat e tjerë duhet të jenë ekzistues. Pra, nëse parametrat e tjerë janë ekzistent, për shembull reagon ndaj emrit, ndërvepron me mamin, me babin, ai sa mund të ndërveprojë një foshnjë 6 deri në 12 muajsh, ka të qeshurën sociale, nga mosha 10 deri në 12 muajsh fillon të bëj toke, bravo, paçim, tregon me gisht. Këto janë faktorët që na bëjnë të kuptojmë që zhvillimi i fëmijës është në rregull dhe edhe nëse nuk ka fjalë, nuk kemi pse të shqetësohemi. Pra ende, për sa kohë jemi 10 muajsh, 12 muajsh. Po në moshën 12 muajsh a duhet të presim fjalë dhe cilat janë fjalët që më të zakonshme dhe sa fjalë duhet të thotë një fëmijë? Okej. Siç e thash edhe pak më përpara, një fëmijë 10 deri në 12 muajsh mund të ketë një numër fjalësh 1 deri në 3, por mund mos ketë fare. Pra mund të jemi akoma në fazën e belbëzimeve që mund të bëj ma, ba, da, por ma, ba, da nuk quhen ende fjalë pavarësisht që një pjesë e prindërve i cilësojnë si fjalë. Pasi nëse një foshnjë bën ma, por ende nuk i referohet mamit, apo bën ba, por ende nuk i referohet babit, e kemi ende tek faza e belbëzimeve.
Nga 12 deri në 18 muash, sa fjalë duhet të ketë afërsisht fëmia dhe çfarë lloj fjalësh janë ato më të zakonshme? Okej. Nga 12 deri në 18 muajsh, në radhë të parë zhvillohet gjua e kuptuar tek fëmia, që do të thotë që fëmia fillon të kuptojë, të marrë udhëzime të thjeshta me një hap apo me dy hapa. Merret topin, ma jep mamit, hajde të luajmë, hajde ikim, pra pak a shumë është aty me neve dhe ndërvepron me ne, kupton ato çfarë neve i komunikojmë. Fillon të bëj toke, të bëj bravo, të bëj pacim, tregon me gisht, luan, pra këto janë parametrat kryesor, ndërsa numri i fjalëve është 5 deri në 20, por mund të kemi fëmijë që kemi deri në 50 numrin e fjalëve. Nëse një fëmijë 18 muash thot shumë pak fjalë, a duhet të presim dhe pak, apo duhet të shkojmë te një logoped për vlerësim? Atëherë, nëse gjithë parametrat e mësipër që cilësova janë në rregull dhe fëmia sërish ka fjalë, mund të ketë 5, mund të ketë 10, por i referohet objektit që shikon apo personit që shikon. Për shembull, nëse është duke ecur, shikon qenin dhe i thot qenit, atëherë është okay, numërohet si fjalë. Pra nuk kemi pse të shqetësohemi nëse fëmia ndërvepron në rregull, nëse fëmia manipulon në rregull me lodrat, pra nëse kemi një makinë për shembull dhe bëjmë siç manipulojnë fëmijët e tjerë, duke bërë vrum 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 nëpër tokë. Okej, në moshën 24 muajsh, sa fjalë pritet të ketë një fëmijë? Domethënë, a duhet të lidh 2 fjalë, për shembull mami ujë ose dua topin? Atëherë, në moshën 18 deri në 24 muajsh fillon komunikimi në mënyrë telegrafike. Kjo do të thotë kombinimi me 2 element ose me 2 fjalë. Mami topi, mami ujë, mami loja, mami ikim, ose mund të cilësoj normalisht edhe babin, sepse cilësova vetëm mamin. Mami. Po zakonisht mamin janë ato që. Por pra është mosha 18 deri në 24 muaj që fillon komunikimi me 2 element. Por duhet kemi parasysh dhe një gjë, që jo të gjithë fëmijët e kanë të njëjtën mënyrë zhvillimi. Pra ka fëmijë të cilët të zhvillohet pjesa e kuptuarit shumë herë më shumë se sa pjesa e fjalëve. Por nëse të gjithë parametrat janë okay, vazhdojmë të rrethojmë bisedën rreth të kuptuarit, atëherë nuk kemi pse të shqetësohemi. Pra, mjafton që fëmia të kuptojë, të ketë një numër fjalësh, sepse nëse fëmia është 24 muajsh dhe ende nuk ka asnjë fjalë, atëherë jemi direkt tek vonesat në të folur. Të paktën neve në profesionin tonë të logopedëve e vendosim tek vonesat në të folur. Cili është gabimi i madh që bëjnë prindërit? Për shembull, kemi shumë prindë që ja japin ato gjë që e don fëmia direkte pa nxitur që të komunikojë apo ta kërkojë. Atëherë janë 3 komponentë të cilët e ndihmojnë fëmijën të futet tek ajo që neve themi vonesat në të folur. Është ekspozimi ndaj ekraneve, është ndërveprimi me fëmijën në mënyrë pasive dhe jo në mënyrë aktive, dhe faktorët gjenetik normalisht që kanë rol. Nëse mund të ndalem pak tek ndërveprimi në mënyrë pasive, ka të bëjë me mënyrën se si prindrit i rrisin tashmë nga mungesa e kohës fëmijën. Mundohen të plotësojnë nevojat bazë, pra të ndërveprojnë për ta ndruar, për ta ushqyer, për ta qetësuar dhe më pas i paraqesim ekranin për të ndërvepruar. Do të thonë, a e pengon të folurin fakti që fëmia qëndron shumë kohë para ekranit, po nëse edhe shikon video edukative? Po, është një nga faktorët kryesor në të cilën fëmia has vështirësinë e parë në zhvillimin gjuhësor. Përveç ekspozimit ndaj ekraneve, ta cilësojmë me orë të gjata, duhet të cilësojmë dhe ndërveprimin e prindit në mënyrë pasive. Pra, ndërvepron me fëmijën vetëm në momentet ku fëmia ka nevojat bazike, siç janë e ushqyera ose ta ndrojmë, ta lajmë, dhe më pas i ekspozojmë sërish ndaj ekraneve, atëherë bëhet një dyshe e fortë ku fëmia paraqet atë që quhet vonesë në të folur. Dhe këtu nuk ka më lidhje nëse janë programe edukative apo jo. Duhet të cilësojmë që ka edhe fëmijë të cilët janë të ekspozuar ndaj ekraneve, jo me një numër shumë të madhe orësh, por sërish nuk paraqesin vonesë në të folur. Pra, jo gjithmonë ekspozimi ndaj ekraneve. Si duhet të luajë një prind me fëmijën e tij që kjo lojë t'i kthehet në komunikim dhe jo thjesht argëtim? Duhet të kemi parasysh që duhet të ndërveprojmë me fëmijën që nga mosha 0 deri në 24-36 muajsh. Pra që në këtë moment fillon aktivitetet që prindi duhet të realizojë me fëmijën.
Aktivitetet e para që një prind mund të realizojë me fëmijën janë paraqitja e kartave bardhëzi, imitimi i zanoreve ose ndryshe i gugatjeve, siç i cilësojmë në gjuhën e përditshme. Pra nëse fëmia fillon të bëj gugatjet e para, nëse prindi fillon duke imituar, e ndihmon. Tjetër është pjesa e komentimit të çdo lloj veprimi që është duke realizuar. Duhet kemi parasysh që pak më vonë prindi duhet të ndërveproj me fëmijën me çfarëdo lloj loje. Nuk ka rëndësi as materiali, as lodra, ka të bëjë mënyra. Mënyra është të përdorim gestikulacionet, shprehjet e fytyrës, tingujt sa më interesant, ose ndryshe ne kemi një shprehje gjatë komunikimit mes logopedëve që themi të realizojmë një palaco cirku. Pra, sa më palaco cirku të jemi, aq më të zhdërvjellët bëhen fëmijët dhe aq më shumë e ndihmojmë në zhvillimin e kuptuar dhe në zhvillimin gjuhësor të fëmijës. Tani për mbylljet kësaj, unë doja të di 5 sinjalet alarmante nga 0 deri në 24 muaj që tregojnë se fëmia duhet parë në logoped. Disa nga sinjalet e para apo shenja alarmi që na tregojnë që fëmia nuk po paraqet vonesë në të folur është kur nuk janë komponentat që përmenda në fillim të bisedës. Pra, nëse fëmia nuk kupton, nuk merr komandat siç e përdorim në gjuhën e përditshme ose nuk merr një udhëzim të thjeshtë, për shembull, ma jep topin ose hajde ikim, merri këpucët. Pra, nëse fëmia nuk arrin të kuptojë se çfarë neve po i kërkojmë, edhe pse është një kërkesë e thjeshtë, nëse se fëmia nuk arrin të bëj toke, nuk arrin të bëj bravo, nuk arrin të bëj paçim, të tregoj me gisht drejt gjërave që kërkon, është sërish një shenjë alarmi. Një shenjë tjetër alarmi që tregon që duhet të shqetësojmë dhe të bëjmë direkt një konsult është kur fëmia nuk reagon ndaj emrit. Fëmia fillon të reagojë ndaj emrit që në moshën 6 mujore, jo në moshën 12 apo 24 muajsh. Dhe për ta shtuar është kur fëmia mund të bëj gjuhën zhargon dhe të filloj të thot fjalë të cilat nuk janë fare në kontekst me situatën. Dhe disa elemente të tjerë të cilat janë të aspektit fizik është kur fëmia fillon të bëj flapping, të bëj ecje në majtë të gisht. Flapping është rrahja e krave si zog, e themi në gjuhën e përditshme, ecja në majtë të gishtave, tundja e kokës, shikimi periferik, por duhet kemi parasysh dhe një gjë që njëra prej këtyre që unë përmenda tani, nëse merret e izoluar, pra ecja në majtë të gishtave, por pjesët e tjera janë shumë okay, pra pjesët e kuptuarit, merrja e komandave shumë okay, por paraqet thjesht ecje në majtë të gishtave, nuk kemi pse ta cilësojmë direkt si shenjë alarmi. Shenja alarmi janë kur janë të gjitha grup. Pra nëse fëmia nuk kupton, nuk ndërvepron, nuk reagon ndaj emrit, nuk kemi fjalë dhe sërish bashkohen me pjesën e aspektit fizik, siç thash janë formë stereotipish, atëherë po që janë për të shqetësuar. Elisa, të falenderoj shumë që ishe pjesë e jona dhe jam shumë e lumtur që të ndaj një njoftim me publikun ton të dashur që Elisa do të ketë rubrikën e saj në Media 60 për të këshilluar të gjithë prindrit mbase me këshilla praktike për të gjithë prindit që po na ndjekin. Jam shumë e lumtur që do jesh pjesë e jona dhe kolegja jon tashmë. Falenderoj. Kënaqësi e madhe që të jem pjesë dhe të përpiqem të ndihmoj sa më shumë prindër bashkë me Media 60.